Në mbështetje të vazhdueshme ndaj sektorit shëndetësor në Republikën e Kosovës, Ministria e Financave në emër të Republikës së Kosovës ka nënshkruar marrëveshjen e kredisë me Bankën Botërore, konkretisht Asociacionin Ndërkombëtar për Zhvillim, për projektin e ashtu quajtur Kompas, shkurtimisht apo qasja gjithëpërfshirëse e Kosovës për forcimin e sistemit të shëndetësisë. Kjo marrëveshje e kredisë ka vlerën prej 18.6 milion euro dhe ofron kushte të favorshme financimi me kozgjatje prej 30 vitesh, prej të cilave 5 janë grace periudhë, ndërkaq 25 tjera periudhë kthimit dhe me normë interesi prej 0.64% vjetore. Qëllimi kryesor i projektit është forcimi i kapaciteteve institucionale si dhe rritja e cilësisë së kujdesit në sistemin shëndetësor në Kosovë. Projekti ka 3 komponenta. Konkretisht komponenta e parë mbështet forcimin e pjesëve përbërëse të sistemit shëndetësor, që përfshin përmirësimin në ofrimin e shërbimeve, zhvillimin dhe zbatimin e blerjeve strategjike, forcimin e kapaciteteve institucionale, si dhe përgatitjen për reagim ndaj pandemive. Komponenta e dytë mbështet zhvillimin e një sistemi të integruar informativ për shëndetësi, pra parasheh një sistem të ri digital i cili mundson përmirësimin e cilësisë së kujdesit, si dhe komponenta e tretë përfshin mbështetjen për menaxhimin dhe zbatimin e përgjithshëm të projektit, duke përfshirë edhe monitorimin dhe vlerësimin. Duke pasur parasysh rëndësinë e madhe pra të këtij financimi për këtë projekt kaq të rëndësishëm për sektorin e shëndetësisë, ju ftoj për miratim të këtij projekt ligji për ratifikim të marrëveshjes. Faleminderit shumë. Ministër, faleminderit. Tani është radha e Komisionit për Buxhet, kryetari i Komisionit zoti Aliti. Faleminderit kryetare. Komisioni për Buxhet, Punë dhe Transfer në bazë të nitit 83 paragrafi 5 i rregullorës së Kuvendit në mbledhjen e mbajtur me 13 shkurt 2026 ka shfrytzuar projekt ligjin numër 10/005 dhe ka vendosur që Kuvendi t'ia paraqesë këtë rekomandim. Të miratohet projekt ligji numër 10/005 për ratifikimin e marrëveshjes së kredisë në mes të Republikës Kosovës përfaqësuar nga Ministria e Punës, Financave, Punës dhe Transfereve dhe Asociacioni Ndërkombëtar për Zhvillim për projektin Kompas, qasja gjithëpërfshirëse e Kosovës për forcimin e sistemit shëndetësisë. Andaj ju ftoj gjithëve që ta përkrahani. Faleminderit shumë. Në salë janë të pranishëm 108 deputet, prandaj po vazhdojmë me votimin. Lutem deputetët që me ngritje dore të deklarohen kush është për. Kush është kundër? Kush abstenon? Atëherë 103 deputet kanë votuar për këtë projekt ligj. Asnjë kundër, asnjë abstenim. Konsiderohet që edhe ky projekt ligj është i miratuar.